kam kënaqësinë. Lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se kryengritja paqësore e opozitës nuk duhet të ndalet deri në përmbysjen e qeverisë së Edi Ramës. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha tha se regjimi është në panik dhe ftoi qytetarët që të bashkojnë forcat për protestën e ardhshme kombëtare të 10 shkurtit. Siç e pat vet, ai nuk dorëzon dot për asnjë rrethan, asnjë mundësi imunitetin e Lubi Ballukut, sepse e din që i duhet të dorëzoj lëkurën e tij, karrigen e tij. Dhe u paraqit në Divjak para fermerëve me Ballukun në krah, por i tronditur gjerë në palc, kërcënues dhe arrogant ndaj fermerëve që haptas i shprehnin pa kënaqësi të mëdha, denonconin politikat e tij kundra fermerëve shqiptar. Pra, mund të themi se regjimi po ecën drejt agonisë dhe gjithçka varet nga ne, nga opozita shqiptare. Gjithçka varet nga kryengritja jonë paqësore që s'duhet të ndalet kurrë gjerë në përmbysjen e Edi Ramës. Pikërisht në këtë kuadër, ne thirrëm protestën tjetër me datën 10, ditën e martë me datën 10 shkurt, në mënyrë që të marrim dhe njëherë paralajmërimin më serioz për largimin e tyre nga pushteti. Berisha tha se janë me qindra qytetarë të cilët kërkojnë që opozita të mos largohet nga sheshi deri në largimin e qeverisë dhe deklaroi se kjo është rruga më e sigurt për fitoren. Kjo është një kërkesë jashtëzakonisht e drejtë dhe rruga e vetme efikase për të larguar këtë regjim nga pushteti. Por kjo kërkon nga secili nga ne që të bindim gjithnjë më shumë qytetar se qëndrimi në shesh për sa kohë për aq kohë gjersa të largojmë regjimin është rruga më e sigurt e fitores tonë. Ju garantoj se drejt asaj në mënyrë të pandalshme do të shkojmë. Edi Rama të bëj ç'të doj, mrapa diellit të shkoj, shpresë nuk ka, do shkoj aty ku e ka vendin, aty ku e kanë vendin hajdutët dhe kriminalët që qeverisin një vend mbi baza me lidhjet të forta me kartelët e drogës, krimin dhe farsë elektorale. Berisha argumentoi se si Edi Rama ka nxjerrë kombin shqiptar në arenën ndërkombëtare. Kombin shqiptar e nxin Edi Rama, i cili përvetëson miliarda nga bashkë me familjen e tij nga pasuritë publike të shqiptarëve. Kombin shqiptar e nxin ata të cilët vjedhin 90% të fondeve të investimit dhe shikon rrugë që ka ndërtuar me çmim të 10 fisht krahasuar me Europën, rrugë që shpartallohen dhe shkatërrohen në shirat e para. Kombin shqiptar e nxin ata, të cilët zhysin shqiptarët nga vendi më i paguar, nga qytetarët më të paguar në Ballkan, në qytetarët me rroga dhe pensione më të ulta. Kombin shqiptar e nxin ata të cilët kanë përzënë nga Shqipëria në 10 vite 1.100.000 shqiptarë vetëm në hapësirën e Schengenit. Berisha lëshoi akuzat forta për korrupsion ndaj Edi Ramës dhe theksoi se dosja Balluku dhe ajo e Akshe të rëndojnë sigur mbi shpatullat e tij. Rama është i tmerruar. Rama po bën gjithçka në botë, po shpenzon 10-100 milion që të shpëtoj të dalë nga rrethi i kuq, por Rama nuk del nga rrethi i kuq. Rama nuk shpëton dot nga lidhjet e tij me kartelet e drogës, të cilat tashmë janë evidencuar. Por duhet të them i nderuar zotëri, dosja Balluku dhe dosja e Akshit janë 2 dosje që rëndojnë sigur të rënd si plumë mbi shpatullat dhe trupin e tij, sepse ato faktikisht janë dosja Rama. Lidhur me truezën e një dite më parë me partitë aleate dhe shoqërinë civile, Berisha tha se çdo njeri që ndihet opozitar duhet të bashkohet me frontin e opozitës. Unë mendoj se në kuadrin e kësaj nisme, çdo njeri që ndjehet opozitar dhe që nuk i lejon veten të tradhtojë elektoratin që ka votuar kundër Edi Ramës,
të tradhtoj elektoratin që gjën forca të shkëputet nga lidhje e të tjera, rrjeshtohet në këtë front. Ky nuk është një front për të qeverisur së bashku, ta marrim në këtë formë. Ky është një front për të larguar së bashku një të keqje të madhe, për të hapur rrugën shqiptarëve, për të votuar të lirë si qytetar europian. Opozitare, por duhet të jesh opozitar që të përqafosh një ide të tillë. Dhe unë kam shpresë se ata që janë dhe ndjehen opozitarë të vërtet do ta përqafojnë. Teksa u bëri thirrje qytetarëve që t'i bashkohen protestës së madhe kombëtare të 10 shkurtit, Berisha theksoi se Gjenerata Z duhet jap fundin diktaturës autokratike dhe shtoi se të rinjt shqiptar duhet të jenë në krye të protestave deri në rrëzimin e qeverisë.